Ne sot jemi në një moment ku njerëzit që i shoh për rreth meje që janë zgjedhur, 1/3 e njoh. Të tjerët që janë zgjedhur struktura drejtuese janë njerëz të ri, kuadra të reja. Besoj se sot bashkërisht të gjithë bashku do të japim edhe një mesazh. Mesazhi është se PD-SHE-ja është shtëpia e gjithë shqiptarëve. PD-SHE-ja i ka dyert e hapura për të inkuadruar gjithë shqiptarët. PD-SHE-ja nuk është partia e menduthashët, s'është partia e këtyre njerëzve që janë këtu. Është partia e gjithë shqiptarëve të Maqedonisë. Këtu e kanë vendin gjithë shqiptarët që her pas here kanë votuar BDI-n apo ndonjë parti tjetër. Këtu e kanë vendin gjithë shqiptarët që her pas here apo herën e fundit e votuan në Vlenin. Ne duhet kemi parasysh si PD-SHE se përgjegjës për gjendjen e rëndë shqiptarëve në Maqedoni janë disa njerëz që numri i tyre mund të shkojë deri 3-40, 50 apo 60. Gjendja shumë e rëndë, për të thënë e mjerueshme, gati se e pambrojtshme për aktivistin e BDI-s dhe anëtarën e BDI-s, është gjendje e cila mund ata t'i friksoj, e cila ata mund t'i shqetësoj. Po ata s'duhet të jenë të friksuar, s'duhet të jenë shqetësuar, për shkak se askush nuk do të ketë drejt të fillu prej meje gjithë strukturës tjetër që ata t'i parandaloj apo t'i ndaloj që të angazhohen brenda Partisë Demokratike Shqiptare.